Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi në Sahihun e tyre nga Usame ibn Zeid radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë gjit lart afër Medinës dhe tha: hel tarawna ma ara, a jeni ka e shifni atë që e shof unë? Than, ja Rasulallah, ne nuk kena mundësi ta shofmi atë që e shefti. Çka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: inni la ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum ka mawaqi'il qatr. Tha, unë po I shof se fitnet kanë me zbrit përreth shtëpive tuaja, si që zbresin pikat e shiut prej qiell. Kja është një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë nxjerrë Imam Bukhariu dhe Muslim, ndërsa një hadith tjetër që e transmeton Ebu Daudi dhe Ibn Majah, dhe Sheikh Albani këtë hadith e ka konsideru prej haditheve të vërtet. Transmeton Ebu Dherr el-Ghifari radiallahu an, thot isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi Allahut më tha: ja Eba Dherr, tha o Eba Dherr, tha ju përgjigja dhe I thash: lebejke ja Rasulallah wa sa'dej, tha urno o I dërguari Allahut, se jam I gatshëm të përgjigjem për atë të cilën ke nevoj. Edhe hadithi është I gjatë, megjithatë ne kemi shkëput atë të cilën na intereson. Tha: kejfe ente ja Eba Dherr, idha asaben nasu mautun yakunul bejtu fihi bil wasif. Tha, çka mendon ja Eba Dherr? Tha, nëse vjen një kohë dhe ti e gjallë, kur njerëzit vdesin dhe nuk shtihen në tokë pa pagesë. Tha, ja Rasulallah, I thash, do qema ditë si shdon Allahu dhe pejgamberi ti, apo atë që ka zgjedh Allahu dhe pejgamberi ti? Nuk do ndalmi në këtë hadith, do të vazhdoj. Tha, vazhdum rrugën, pastaj I tha: ja Eba Dherr, tha ju përgjigja dhe I thash: lebejke ja Rasulallah wa sa'dejk. Tha, urnoj o I dërguari Allah. Tha, kejfe ente idha ra'ejte ahjara zejti qad ghariqat biddam. Tha, çka mendon ja Eba Dherr, si do t'jesh ti ato dit kur ti shift gurt që janë prej vaj të mbuluar me gjak? Ahjaru zejt në skaj të Medinës I kanë thonë nga se aq kanë qenë të zi, sikur që dili I ka shkrumu. Pa ata këti vendit gjithashtu I thojnë El Harra. Ka është një vend në lindje dhe në perëndim të Medinës, që kur që janë të shkromum, derisa disa thojmë se një kohë, apo do të vjene me neve, ka ndodh një vulkan, dhe ato gurë thuaj se janë shkromu, apo janë përgjit në vaj. Këti vendim I kanë thonë Ahjaru Zejt. Në këtë vend, pejgamberi Allahut ka bërë dua për shi. Tha, ja Eba Dherr, si do qëtë halli jot, si do qishe ti ato dit, kur ki vend Ahjaru Zejt do të mbulohen gurt me gjak. Ebu Dherr el-Ghifari jo përgjigj dhe tha, do t'jem në atë manirë si gjdo në Allahu dhe I dërguar I ti. Tha pejgamberi Allahut, tha, do t'jishe në atë gjendje që ke me qenë. Tha, ja Rasulallah, a nuk ban që nëse në atë kohë ndodhë këtë manirë, Ebu Dherr el-Ghifari
ta more dhe shpatën e ti ta ndojë në supët e ti, të jetë i pregadit. Çka tha pejgamberi Allah? Tha nëse e ban këta, tha ja Badher, atjere ti e shoqërosh me ato që do të derdhin gjakun në këtë vend dhe do t'i përlien gort me gjatë. Tha ja Rasulullah, atëre murnon qka të veproj. Tha pejgamberi Allah, telzem bejtek, tha në rritë shtëpin tonë. Tha i thash ja Rasulullah, tha nëse në vend dikush me mbit në shtëpin time qka të veproj. Tha pejgamberi Allah, tha nëse frikësh nga rrezët e shpatës, nga shkëlqimi shpatës, tha mere një setër dhe një mbules, hedhja kokës tënde dhe ban dorim dhe sabër që të mbyt aj me shpatë dhe shkon të Allahu me gjunajnë tanë dhe dvetë. Kështu tha pejgamberi Allah. Kur ndodhi kjo fitne që i paralajmëroi pejgamberi Allah, kjo fitne ndodhi në vitin 63 të Hijrit. Para ta na i rikthemu që ta lidhmi dersin e sotëm me dersin e kaluar. Në dersin e kaluar njoftuam dhe treguam për vrasjen e nipit të pejgamberit Allahut Husein ibn Ali, për të cilën paralajmëroi pejgamberi Allahut, ku e njoftoi Gjibrili apo Mikaili se këtë gjallë kanë me mirë disa musliman një pjesë e ummetit tanë. Dhe pejgamberi Allahut ja nisi me çaj dhe Gjibrili a.s. i tha, nëse ke dëshirë të tregoj dhe dheun në të cilën ka mu derë gjaku i nipit tanë Husein. Tha po, pejgamberi Allahut zgjati dorën Gjibrili a.s. e mrur një grosht dhe prej dheut të Irakut, dhe vendit saktësisht korumbit Huseini ishte dheu i kuq. Dhe këtë vend e quajnë Karbula, si që kanë thonë disa transmetime, ki vend është vendi Kerbit dhe Belas, i pikëllimit dhe i sprova. Dhe vërtet ndodhi, kur Huseini gjali Aliut deshti të përmison një ndryshim që u patë bon ka në Jezid ibn Muavijes që kemi tregu në dersat e kaluar, dhe Huseini bashk me 18 antartë familjes e ti dhe shpatoj prej shpatës e Ubejdullah ibn Ziyadit, gjali vogël i Huseinit i quajtur Ali, që më vonë është emërtu dhe njifat si Zejnul Abidin, nga se u sëmu dhe nuk prezentoj në këtë betej, dhe me 10 Muharram, ditën e Ashurës të vitit 61, vërtet Huseini biri Aliut me 18 antar dhe 72 shok vriten në këtë vend, në Karbula, dhe i pret koka Husein ibn Aliut dhe dërgohet në pallatin e Ubejdullah ibn Ziyad. Kur jemi këtu, normal se shijat kanë shpik transmetime të ndryshme që s'ka të bëhet të vërtet. Thoj se ditën e Ashurës, kur është mbit Huseini biri Ali ibn Abi Talibit dhe rrezet e dillit janë nërë, edhe dilli është marë. Çdo kur nënta, kur e kanë lëviz, kanë qenë gjak, kur e kanë shti kokën e Huseinit e pallati Ubejdullah ibn Ziyadit, janë përli murat me gjak. Për ata edhe na sot është mirë me përli vetën ton me gjak. Dhe ai që e feston ditën e Ashurës, që shkojnë në Kerbula apo në Necef,
e ka shpërblimin si pas atyre sa mi bon 1000 haqe dhe umrë. Këto prallat dhe rrenat e shumëta të tyre që koha është ma e shtrenjtë se sa mi transmitu rrenat të cilët i kanë shpi.